Dal nga dal, arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode të radhës të në Zoom, duke uruar e shpresuar që sigurisht përveç informimit, sa do pak edhe jeni argëtu me këtë sezon, sepse po mundohemi krejt kohën me ju sjell materiale ekskluzive, histori suksesi, që shishte hapja e Ngizi Restaurant dhe pika më e re ose inaugurimi i Lab Oil. Faleminderit shumë po ashtu partnerëve të tjerë që e bëjnë të mundur realizimin e në Zoom, bëhet fjalë për Dent EOS dhe Villa Astra. E ty shikues them që qëndro me ne, sepse edhe pak minuta do jemi me Çka ka tre. E nga unë Albina që jemi shnoshë rahat deri të premtën tjetër, tong. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes. Mirë se vini në Villa Astra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Astra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Astra e shijoni luksin që meritoni. Zgjedh Dent EOS për një buzëqeshje që ndriçon. Unë e bëra zgjidhjen time e jam duke ndriçuar sigurisht me shërbimet që mora në Dent EOS. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshime që ndrur jashtë. Ex mban titullin Prurja e re e Leos, duket se me njëherë pas ndarjes nga Lela erdhi me një dedikim personal. Tekstin e ka shkruar Elinel, kurse Cricket u përkujdes për muzikën, i cili njëherë është dhe producent. Zauberdejm ka realizuar masterizimin, kurse ana vizuale u punua nga Visi the Director. Kurse ana vizuale u punua nga Visar the Director. Pas 3 muajsh punë intenzive, Fifi e plasoi EP-n e saj me 5 këngë. Të dua, Nina Nana, Hapsane, Do jem dhe Aman janë titujt e këtyre projekteve. Tekstet të cilave i ka shkruar vetë këngëtarja Raçi, e madje e bëri dhe kompozimin e singlave të saj. Apollo përkujdes për pjesën e miksimit dhe masterizimit të EP-së së saj.
dashnia re ta dhuroj çka ke merit për ty I ditona dhe pse na kanë. Olsi Byliku thot si je në prurjen e fundit që solli në bashkëpunim me Imbro Manaj. Tekstin e ka shkruar vetë Olsi që bëri dhe muzikën. Po mendoj për ty në këto 2 metra katror, e di rrugën tonë as unë nuk e pat ndor. Producenti I këtij singli është Alex Gjëmpalaj, kurse për anën vizuale u përkujdes MVC Production. Se ti me pas diplomat, kriteret zemrën ta bon aparat si me jetu pa qak. Argjenda Doçi plasoi projektin e ri që mban titullin Falma, tekstin e së cilës e kanë shkruar Aldin Muja dhe Shkëlqim Hoti. Orkestrimi u punua nga Aldin Muja, kurse ana vizuale u realizua nga XL Films. Këngëtarja me origjinë shqiptare Rita Ora dhe Yll Limani kanë publikuar projektin e tyre të përbashkët All Natural. Kjo është bashkëpunimi I parë I Ritës me një këngëtar nga Kosova. Kënga është tashmë në Spotify dhe Rita ka promovuar lajmin në rrjetet sociale. Ky duet pritet të tërheqë vëmendjen nga publiku dhe të rrisë interesin ndërkombëtar për muzikën shqipe, duke shënuar një moment të veçantë në skenën muzikore. Dueti përbashkët është më shumë se një këngë re dhe dëshmi se muzika shqiptare po arrin gjithnjë më shumë audiencë jashtë vendit. Sytë e tu e plasuar në prill të këtij viti bëri të famshëm Endrin e Monit. Nga jo koha I plasoi edhe këngën E Di, duke pauzuar për 3 muaj deri tani. Por gjatë kësaj jave artisti kosovar publikoi Falje, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai, e që bëri dhe melodinë. Producent është Erno që realizoi dhe miksimin, kurse për anën vizuale u përkujdes korniza. Batman mban titullin Prurja e re kënduar nga Capital T, Mike dhe MC Kresha, tekstin e së cilës e kanë shkruar vetë Treshja e famshme. Beati u punua nga Zak, ndërsa Dryson Gashi u përkujdes për orkestrimin, miksimin dhe masterizimin. Ana vizuale u punua nga Alban Selimaj. Dafina Zeqiri ka njoftuar riktimin, por me diçka shumë speciale. Përveç projektit të ri që sapo e ka publikuar, dhjetori do të jetë muaji kur nëna më e re e estradës do të organizojë një koncert madhështor që do të titullohet Supernova. Këngë të re kanë paralajmëruar dhe Dysha Ferro dhe Getoar Selimi. Këtë kanë bërë të ditur vetë ata duke publikuar këtë trailer në rrjetin social Instagram.